Loredana Brati të shtunën ka organizuar një festë të madhe për ditëlindjen e saj. Ish-banore e edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri bëri një festë të madhe ku kishte shumë të ftuar, mes tyre dhe ish konkurrent të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Një ndër ta ishte dhe Shkolzeno Ruçi, i cili në Instagram postoi shumë foto dhe video nga kjo festë gjigande. Madje në një video të postuar në Instastory, ai shfaqi teksa i hidhte lek Loredanës, e cila ishte duke kërcyer. Por së fundmi, ai ka bërë një tjetër postim ku me sa duket është shfaqur i penduar për paratë që ka hedhur. Ish-banore ka publikuar një fotografi tjetër me vajzën e ditëlindjes dhe i kërkon që t'i kthejë të paktën gjysmën e parave, pasi ka hedhur shumë nga pija. Na i kthej gjysmën e lekëve se kemi hedh shumë nga pija, shkroi Shkelzeni, krahas kësaj poze duke shoqëruar me emoji, për të nënkuptuar se është gjithçka në kontekstin e humorit. Na do të rikujtojmë se në të njëjtën festë ka qenë dhe Xheni Fetao dhe Egli Tako, ku kjo e fundit u tha se u largua nga eventi për shkak të saj. Se sa të vërteta janë, e dinë vetëm të ftuarit në ditëlindjen e Loredanës. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.